والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد. Allahu Azza wa Jalla falënderojmë kurse salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I ja dërgojmë. Të nderuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së Omerit radhiyallahu anhu, ku sot përmendim momentin kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyp del në kohën e zenitit para kohës së drekës për të falë namazin e drekës, për t'ju pri besimtarëve në namaz dhe u falë namazin e drekës. Dhe me këtë ndodhi, synon që të regot frikën e madhe që I kishte Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu nga hidhërimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë shumë e donte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, saqë ai me kujdes të veçantë përcjellte jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lëvizjet e tija, vetëm që të mos vijë një moment ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të hidhërohet apo do t'i prishet qefi apo disponimi në raport me Omerin radhiyallahu anhu apo në raport me sahabët tjerë. Andaj Enes ibn Maliki rahimahullah radhiyallahu anhu në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit e përcjell këtë tregim për me sjell një shembull dhe një kujdes të veçantë të Omerit radhiyallahu anhu që mos bën vaki që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të hidhërohet. Del Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u fal besimtarëve namazin e drekës. Del në kohën e zevalit që I bie kur dielli vjen në zenit. U fal drekën, pasi që u fal drekën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mban një këshill, një nasihat mas namazit drekës. Dhe flet për shenjat e kiametit. Dhe flet për shenjat e mëdha të kiametit dhe shenjat e vogla të kiametit. E pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve: "Men ahabba an yas'alni an shay'in falyas'alni anhu." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, masi mbare me fjalimin e tij, kush ka qef, kush ka dëshirë me pyet diçka, le të më pyet. Sikur na o xhallarët që bëjmë, kur bëjmë ligjërata, kur e mbarojmë ligjëratën, themi xhamata, keni pyetje? A do dikush me bën ndonjë pyetje? E pastaj thot transmetuesi, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Fa wallahi la tas'alunani an shay'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadha." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallahi nuk ka pyetje të cilën keni me ma drejtu në këtë makam, në këtë moment, por pas se une kam ju përgjigj, s'lo pyetje pa ju dhon juve gjevap. Ju veç pyetni. Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu thot, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fillun sahabët me çajt. Dhe u shtuat e çajtmja. Fillun mund dëgju zëra nga e çajtmja e sahabëve nga frika Allahut te bareke ve taala. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I pyet sahabët dhe I thot: "A ka dikush ndonjë pyetje me mpyet?" Sahabët eshtin. Thot: "A ka dikush ndonjë pyetje me mpyet?" Derisa Ibn Hudhafa radhiyallahu anhu I thot: "Ja Rasulullah, men ebi, kush është baba jam?" E bën këtë pyetje vetëm për të tregu kujdes në pyetjen që ja drejton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ebuke Hudhafa." Baba jot është Hudhafa, dihet. Dhe bëri këtë pyetje I biri I Hudhafës, Abdullah radhiyallahu anhu, sepse arabët kanë pas zakon kur janë ofendu me njëri tjetrin, ja kanë ndru njëri tjetrit emrin e babës. Shembull, ka qenë I biri I Hudhafës, I ka thonë I biri I Hasanit, apo I biri I Hisejnit. I biri I Hisejnit. E pastaj përsëri pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "A ka dikush që bën pyetje?" Derisa çohet Omeri radhiyallahu anhu dhe thot: "Radina billahi rabba." Thot: "Jemi të kënaqur që Allahu është Zoti jon. Wa bil islami dina." Dhe jemi të kënaqur që Islami është feja jon.
wa bi Muhammedin Rasula, dhe jemi të kënaqur dhe të pajtimit që Muhamedi është i dërguari i Allahut te bareke ve taala. Tha pejgamber dhe thot Enes ibn Maliku, fasakata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mo heshti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk boni më pyetje. Në momentin kur Omeri u çu me fol. Pse u çu me fol Omeri radhiyallahu anhu? E pa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po insiston që nga sahabët me ndëgju ndonjë pyetje. Dhe kjo është natyrë dhe edep dhe terbije çdo ligjëruesi që kur ligjeron për ndonjë tematikë të rëndësishme në mesin e besimtarëve, mi u thon besimtarëve, a keni pyetje o vëllezër? Që me pase atë të cilën e ka ligjeru që është temë me rëndësi, a është kuptu tek besimtarët apo jo? Apo ato besimtarë, ato vëllezër, a janë me atë në vëmendje apo jo? Derisa transmetohet, këtë transmeton Imam Muslimi rahimahullah, thot nona e Hudhafës radhiyallahu anha i tha Hudhafës, si guxove me bë këtë pyetje? Si mujte me bë këtë pyetje? Ti a dyshove se nona jote ka mujt me bë diçka sikur kanë bë gratë në xhailjet? I tha Hudhafja nonës së vet, jo i nona ime, pasha një Allah, ti me më thonë mua se unë jam edhe i biri një zezakut, unë ka me pranu atë që keme ma thonë ti. E jo më kur më thu që unë jam që baba e më shfiloni. Por se ka dosh me tregu Hudhafe radhiyallahu anhu se këtë pyetje e ka bo për t'i dhonë gjevap pyetjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku ju ka thonë sahabëve seluni disa herë, më pyetni o vëllezër, pyetni o xhamat. Se pyetja është gjysma e dijes. Se me pyetje ndonjëherë plotësohet e gjithë ligjërata, ndonjëherë sado që ligjërata që është e qartë, është mirë e përgatitur, e elaboruar, përsëri ndonjëherë mundet me mbet një pjesë e pasqaruar ashtu siç duhet. E kur një besimtar e bën një pyetje, drejtohet hoxhës imamit me pyetjen e tij, imami me atë sqarimin që do ta bën, do të bën plotësimin dhe sqarimin në tërësitë e ligjëratës së tij. Dhe shumë është e natyrshme që ndonjëherë njeriu të më i hik nga vëmendja e tij një detaj i cili është kyç në lidhjen e ligjëratës dhe fjalimit që e mban ai para besimtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte zakon dhe traditë që her pas here Omerit radhiyallahu anhu me i dhonën dhurata të mëdha. I ka dhënë pasuri Omerit. I ka dhënë pasuri Omerit radhiyallahu anhu. Transmetohet në Sahihun Imam Buhariu dhe Muslimit këtë tregim kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku tregon se Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte traditë që mua më dhon dhurata, që mua më dhon paga. Më mirë thoni ka dhon e ka paguajt Omerin radhiyallahu anhu për punën që e ka bën, për aktivitetin, për gjallërinë dhe investimin e jetës së tij që e ka bën në shërbimin e dinit islam. Dhe i thosha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atihi afqara ilayhi minni. Atihi afqara ilayhi minni. I ka thonë ja Resulullah, këtë pasuri e pja dikujt që ka më shumë nevojë. Unë s'jam që kam aq nevojë për këtë pasuri. Kur i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Omerit, ka thonë ja Resulullah, e pja dikujt që ka nevojë më tej person. Ndoshta dikujt që i duhet më shumë se unë. Derisa thot Omeri radhiyallahu anhu, derisa një herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma dha një pasuri. Dhe i thash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atihi man huwa afqara ilayhi minni. Apet i ka thonë ja Resulullah, e pja dikujt që i duhet më shumë se unë. Unë e mirë jam, e pja dikujt që ka më shumë hall dhe zor. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khudhhu fatamawwalhu wa tasaddaq bihi. Thot Omer, mere këtë, ndash maje për vete, ndash e për sadaka. Ama ki me ma.
Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Fama ja'aka min hadha al-mali wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fakhudhhu." Tha Omer, kur të vijë diçka nga kjo pasuri, që ti se kërkon vet, e as nuk e merr me dorën tënde, merre më se kthe prap. Dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Edhe mos ja lejo vetvetes që ti me lipat, që ti me kërkuat, përderisa të tërkush ta jep, të tërkush ta ofron, merre. E kur ta marrësh, nash moje për vete, nash jep sadaka." Të njëjtën e boni Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu me Abdullah Saadi. Abdullah Saadi radhiyallahu anhu ka qenë nga njerëzit e pasur të Medinës. Dhe Omeri radhiyallahu anhu kur u bë halife, Abdullah Saadi radhiyallahu anhu ja dha disa detyra që t'i udhëheqë në shtetin Islam. Dhe Abdullah Saadi radhiyallahu anhu i mbaroi ato detyra, derisa Omeri radhiyallahu anhu ja dha një hise të pasurisë Abdullahut radhiyallahu anhu. Dhe ky e refuzoi, tha: "O halife, tha unë kam pasuri, tha kam kuaj, kam deve, kam këtë, kam atë, ja treniti pasurin, dhe tha unë s'kam nevoj." Atëherë Omeri radhiyallahu anhu ja transmetoi dhe ja përcjelli shokut të vet këtë thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ja pa thonë më herët Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Dhe këtu vjen në shprehje terbia dhe edukata e dikujt kur insiston me dhënë diçka, që te është terbie me marrat, që dhe i pasuri pranon hedije dhe duhet me pranu hedijen. Se ndonjëri i pasuri, njerëzve më të varfër apo që janë në pozita më poshtë se ai, traditë e njerëzve të pasur të mirë që janë bujar, zemër mëdhej, është që kretë njerëzve ju ndihmon. E ka nga njerëzit e tillë që janë me të vërtet ekonomikisht ndoshta dobët janë, ama kanë qef momente të caktuara kur vjen diçka e mirë në dorë me ia dhënë të pasurit. Prej terbijes është që i pasuri me e pranuat, me e marë. Jo me thonë, jo me lene ikë se du smarën e piti, jo kjo s'është terbije. Dhe njerëzit e mirë, të pasurit e mirë, zemër bardhë, që të mirat që Allahu a ka dhonë, mundohen minda dhe mu gëzu bashk me vllazërit e tyre, e kanë këtë sifat, që kur dikush që është në pasuri, ma poshtë se ata, ma dje dhe në qoftë ai edhe i varfur, kur ja jep një pasuri, një dhurat, çfarë do qoftë ai gjësent, të pasurit, i pasurit terbija është që ta marrë dhe të thotë faleminderit. E, Zoti shpërblet më ki gëzu shumë. Se kështu e ndjejnë edhe ai që është më i varfur, se ka tregu një gjest, një terbije, një respekt ndaj të pasurit, që ka tradit dhe zakon me i ndihmu. Ndoshta 100 herë i ka ndihmu, ki ka qef bile një herë atë ndihmën, t'ja ktheje me të mirë dhe t'i tregoje se une e vlerësoj shumë të mirën tënde dhe shumë i vlerësoj të mirat e tua. Omeri radhiyallahu anhu na përmendëm se disa herë e ka dhënë gjysmën e pasurisë, ka qenë nga njerëzit e pasur të Medinës dhe s'ka dashur me pranu këtë pasuri që ja ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo merre. Ki me marr, e ti kur ta marrësh, na shmoje për vete, na shepe sadaka, na shepe dhurat. Ama kur ta jape njeri, merre. Dhe kjo mbetet terbije dhe tradit e jona, që kur dikush në e bën një të mirë, edhe familje që janë ma dopta çka bëjnë, ati të pasurit, shkojnë janë dreqin i tepsi baklaf. Për Bajram i thënë, te atë zojën tonë dhe mos e munda, tepsin me baklaf dhe ta bi una. Dhe kjo ka qenë tradit, dhe ala është tradit tek në elhamdulillah. Që njerëzve të pasur që ju ndihmojnë shumë njerëzve, familjarët e tyre, çka bëjnë i thënë, tepsin me baklaf na do ta bim. Për Bajram natën Arifës na do ta bim. Thjesht me tregu një respekt dhe një nder për atë zotni dhe për atë zoj që e ka të shtëpia edhe familjeve ta dinë se baba ka është të bo mirë
o shtuzon vend të njerëzit, dhe njerëzit këtë familje dhe mek e respektojnë dhe dojnë. Andaj Imam Neveviu, rahimullah, thot, فهذا الحديث منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. Dhe ky hadith është nga hadithet që tregon vlerën dhe rolin e Omerit radhiyallahu anhu. Të njëjtën Hafidh ibn Hajeri rahimahullah e përmend në librin e tij Fathul Bari dhe thotë dhe Omeri vazhdoi me traditën që mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta praktikoje me Saadin radhiyallahu anhu. E kanë vazhdu ato. Kur e ka mësu diçka një sahabe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë të njëjtën e ka përcjell tek brezat dhe gjeneratat e ardhshme. E këtu përmendmi nga pikat më të rëndësishme në jetën e Omerit radhiyallahu anhu. Përmendmi momentet kur Omeri radhiyallahu anhu atë që e thot, bëhet vahi, vjen shpallja. Dhe këtu kemi transmetime prej Abdullah ibn Omerit, kemi transmetime prej Omerit radhiyallahu anhu dhe prej sahabëve tjerë, prej Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që tregojnë për pozitën dhe peshën e fjalëve të Omerit radhiyallahu anhu, madje edhe tek Allahu te bareke ve taala. Transmetimi i parë që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, transmeton vetë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu dhe thot: "Falamma qallama takallamtu wa ahmadullah bi kalami." Thot rall ka ndodh me fol diçka dhe me falendru Allahun me një fjalë, illa rajautu an yakuna Allahu yusaddiqu qawli alladhi yaqul. Dhe isha i bindur se Allahu ka me dëshmu sinceritetin e fjalës teme që e tham. Shifeni kur ka folë Omeri radhiyallahu anhu, konform asaj që ka folë Omeri radhiyallahu anhu, të nesërmën ka zbrit shpallje, derisa te ajeti i hijabit është në Kur'an e njëjta fjalë që ka thonë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. E thot një Omeri radhiyallahu anhu, e njëjta fjalë vjen vahi shpallje me Xhibril alayhis salam te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe bëhet vahi shpallje dhe obligohet mbulesa për gratë e besimtarëve, si shembull që do të vim aty dhe një nga një do ta tregojmë. Sa vana? Transmeton njëjtë Imam Tirmidhiu në Sunenen e tij dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij se Ibn Omeri radhiyallahu anhu ka thonë: "Ma nazala bin nasi amrun qat فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر." Këtë që thot Ibn Omeri radhiyallahu anhu, thot s'ka bo vaki me fol diçka njerëzit, e me fol nga ana tjetër diçka Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, e që vahi dhe shpallja të mos brite sipas asaj që ka folën dhe ka thonë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Rasti i parë te robrit në luftën e Bedrit. E dini mbaron betejë e Bedrit, xhihadi kryhet. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thirr Ebu Bekrin radhiyallahu anhu dhe Omerin radhiyallahu anhu për t'i konsultuar. Dhe i thot: "Ma tarona?" Thot: "Çka mendoni fi Esra Bedr tek për çështjen e robërve të luftës së Bedrit?" Ishin bajgi robër. Foli pari Ebu Bekri radhiyallahu anhu, thot: "Ja Rasulullah, unë mendoj se ato duhet me i shit me pare, se ato një pjesë prej tyre i kemi edhe familje, i kemi fare fest, miqësi jemi me disa prej tyre." Thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu, mendimi jam është që na me i shit me para ato, e që ato pare mi marë dhe me forcu vetën me atë pasuri për të bo gati halo ma fort për ballafaqime të ardhshme që kena mi pas me Mekën dhe me Kelit. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ma të raja Omer." E ti çka menon Omer? Po don Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mendimin e Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu.
Thot Omeri radhiyallahu anhu, la wallahi ya Rasulullah. Thot unë ja wallahi s'mendoj sikur Ebu Bekri. Subhanallah, sa i sinqert ka qenë Omeri radhiyallahu anhu. Dhe sa i prem ka qenë mendimet e tija, dhe ky sinqeritet është i dëshmuar me fjalët e Allahut te bareke ve taala. Është i dëshmuar me ajete të shpallura mbi 7 ka qenë. Pastaj thot Omeri radhiyallahu anhu, ma ara alladhi ra'a Abu Bakr. Nuk mendoj si Ebu Bekri. Unë ndryshe kam mendimin. Pastaj thot Omeri radhiyallahu anhu, walakinni ara an tumakkinna fa nadrib anaqahum. Thot unë mendoj që dush me na leju që na atynve të hakmiremi, të apkusim kryt. Bile thot Omeri radhiyallahu anhu, unë mendoj fa tumakkin Aliyan min aqil. Thot talosh Aliun ta vrasë Akilin. Se kjo Akili ka bo zullum Aliut, i ka bo dan. E filonin për filonin, e filonin për filonin, e filonin për filonin. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e merr mendimin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. E refuzon mendimin e Omerit. Të nesër më vjen Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, kur hin në dhomë, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke qajt. Ju thot Omeri radhiyallahu anhu, fa akhbiruni abki ma'akum aw atabaka ma'akum. Kallzomni çka o puna, pse po qajni jo? Tregomni çka ka ndodhur, unë qaj me juve, ose s'paku t'ju qaj juve. Tregomni çka o puna juve. I tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot vallahi o Omer. Thot çati te çaj druni, që është afër meje. Allahu më shpalli ajetin kuranor ku më ndaloj me marr robër dhe me pas robër na muslimant, e që Allahu azza wa jall e shpalli këtë ajet kuranor për me dëshmu saktësinë e mendimit të Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Shpallë Allah të bareke ve taala ajet kuranor që obligon Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me praktiku dhe me zbatu mendimin e Omerit radhiyallahu anhu. Kjo është e para. Momenti i dytë është kur jep propozim Omeri radhiyallahu anhu që te mekami Ibrahim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aty me përgjigj si vend fale. Ajeti kuranor wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ka zbrit me sebeb. Mekami Ibrahim është guri të cilën Ibrahimi a.s. e ka shfrytzu kër e ka ndërtu Qabën. Dhe si pas transmitimeve, kur ndërtimin e murit e bënd të Ibrahimi a.s. Ismail a.s. ja afron të ati gurzit, ato tullat me të cilat e ndërton të Qabën. Derisa lartësia e Qabës e po murit të Qabës u bo ma e nartë, dhe Ibrahimi a.s. kishte nevoj për me indihmu dikush në ndonjë formë për me mujt me mbri ndërtimin e Qabës. Derisa Ismail a.s. shkoj dhe e solli një gur dhe e afroj babës e vet Ibrahimit a.s. dhe atë gur Ibrahimi a.s. e shfrytëzoi një farforme si kur skelet e ditës së sodit. Hipte mbi atë gur Ibrahimi a.s. që malet me pas me ndërtu lartësinë e murit të Qabës. Dhe ai gur mbetet në Qabë deri në ditën e sodit. Dhe gjithë e din se gjurmët e komëve të Ibrahimit a.s. janë në atë gur deri më ditën e sodit. Dhe ai gur ka qenë i lëvizshëm. S'ka qenë fiks, statik, si kurse është sot kur shkoni në Qabë, dhe çdo umregji që ka qenë në umre, apo çdo haxhi që ka bërë tavaf ndonjëherë, e ka pa sa e guri hala është aty në Qabë, por është i mbështjellën me atë mbështjellësen e vet, për ta mbrojtur natyrisht që njerëzit mos ta harxojnë. Dhe Ibn Kathiri rahimahullah gjithë këtë tregim e shpjegon në detajet e veta në librat islame që i ka shkruajt vet autori Ibn Kathiri rahimahullah. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur hyri në Qabë dhe boni tavaf,
pasi që mbaroi tavafin, i tha Omeri radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, pse tha nuk i fal, pse nuk e bëjmë që të falemi mas mekami Ibrahim? Dhe Allahu azza wa jalla e shpall ajetin kuranor dhe urdhënoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë ummetin e tij deri në ditën e gjykimit, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dhe ju tha, dhe ju te mekami Ibrahim bëjeni vend faljen tuaj, musallan tuaj. Se sunnet është pasi që të mbarojmë me tavafin, mi fal 2 rekate te mekami Ibrahim. Çka lexojmë aty? Në rekatën e parë lexojmë kul ya ayyuhal kafirun. Në rekatën e dytë e lexojmë kul huwallahu ahad. Me të parën bëjmë nefjul kufr, me të dytën bëjmë ithbatul iman. Me të parën bëjmë refuzimin e kufrit dhe ju themi lekum dinukum waliya din, ju themi besimtarve, juve ju qoftë feja juaja, na e kemi fejnë tonë. Në të dytën e verifikojmë imanin tonë, besimin tonë, se Allah është një i vetmi i cili meriton të adhurohet. E bëjmë verifikimin e imanit tonë dhe besimit tonë. Dhe mbetet sunnet që çdo umregji, çdo haxhi, çdo vizitor që shkon me vizitu Qabën apo me bë tavaf, që mbasi që të mbaron me tavafin e tij, ti fal 2 rekate te mekami Ibrahim. Mekami Ibrahim ka lëviz rreth Qabës kur është ndërtuar Qabeja. Dhe mekami Ibrahim ka qenë shumë më afër Qabës. Madje edhe lëvizja e mekami Ibrahim edhe falja e 2 rekateve te mekami Ibrahim është me propozimin e Omerit radhiyallahu anhu. Madje edhe lëvizja e mekami Ibrahimit më larg pi Qabës është pikërisht me propozimin e Omerit radhiyallahu anhu, se mekami Ibrahim ka qenë më nga Qabës. Tash prej Qabës o parafërsisht një 10 metra larg, nëse nuk e gaboj, atëre ka qenë shumë më afër Qabës në fillim të Islamit. Por dikur më vonë Omeri radhiyallahu anhu e ka lëviz mekami Ibrahim më larg, shkaku se ka qenë pengesë për njerëzit kur e kanë bërë tavafin dhe me shtimin e Islamit dhe vizitorëve që kanë dhënë me vizitu Qabën, vetëm se është ngarku mekami Ibrahim dita e ditës më shumë e më shumë. A dëni ala? A? Esel hel nestemir. Marë e shekh. Ajetet e hijabit. Ajetet e hijabit. Mbulesës. Kanë zbrit me propozimin e Omerit radhiyallahu anhu. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë pas obligim që me umblu. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht në ditën e martesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Zejnebën radhiyallahu anha, me Ummul Mu'minin Zeynep radhiyallahu anha, me nonën tonë. Dhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju kanë dalë sahabëve pa mbulesë. I kanë pa sahabët gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa mblume. Ç'plume kanë qenë ata? Se kanë pas farz obligim mbulesë. Dhe sikur që kanë hecë kretë gratë tjera, kanë hecë edhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa në vitin e 5 sipas hijretit, në muajin Dhul-Qeida, në qatë natë që martohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Zejnebën, nesërmen në Sabah, vjen Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu me vizitu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Omeri radhiyallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, këshilleni. Yadkhulu alayka al-barru wal-fajir. Tha ja Rasulullah, te ti vjen edhe i mirë edhe i keqi. Edhe domaqini, edhe zallanguri. Te ti vjen të shit njerëz vinë ja Rasulullah. Te ti hin shpe. Dhe vinin njerëzit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe njerëzit e mirë edhe njerëzit e keq. Edhe munafik të vinin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i tha: "Falu amarta ummahatil mu'minina bil hijab." Sikurse ti kishe urdhënuar nanat e tona që të mlon. Dhe Allahu azza wa jall e shpalli ajetin e hijabit
ja ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi deri në fund, që është në surën Ahzab. Shkak dhe sebeb për shpalljen e këtij ajetit kuranor është pikërisht propozimi i Omerit radhiyallahu anhu. Dhe kjo është e treta, apo? E para cëlla kje? Hajde, kush dhe ma të regoje? Ajeti i parë që është shpall me propozimin e Omerit radhiyallahu anhu. Ha? Të lufta e Bedrit u kri. E dyta? Të robrit e luftës së Bedrit. E dyta? Me kam Ibrahim, që i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bane për të falë të me kam Ibrahim. Dhe rasti i tretë, hijabi. Do më thonë mirë jemi këto bashkë. Nëse diku jam prishi gjumin dhe të ma bëja Allah, përta se kam jetë me ja prish gjumin. Cëllën e kena teorinë e parë në Ramazan në gjemat, ku i kujtot, ditën e parë, lafin e parë, që e kom thonë? Busqesha nuk e prisha gjerimin. E dyta, është momenti kur Allahu Azza wa Jall e pranon, kur Allahu Azza wa Jall zbret ajet kuranor më thonë konform mendimit dhe propozimit të Omerit radhiyallahu anhu, ajeti i talakut, i shkrorzimit, thuhet që gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja kthejnë fjalën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe zihen mes vete për xhelozi. Ky tregim me nadh raste dhe njëre pak ma gjanë ta shpjegoj, është edhe cirkus, edhe i mërzitshëm, edhe interesant është. Edhe pse na sot burrat e sodit ketina mu vehida. Ket ka një gruje, kena edhe s'kena shumë kësi probleme, edhe që ajo një kur na përzep i shpije, s'kena ku shkojna, apet du të marrë me lutë mu pajtu. Unë për veti kalëzaj, për tjerë se më të kalëzëm. Unë për veti që kështu jam, qka me mos? Ma mirë me priznat gjysma të falet, apo gjemat? Ama ka pas burat që kam pas ma shumë gra. Edhe unë kur foli për këtë ders, i thamë masane i kamermanit fshinje, thamë se me po me pa gjavizat e shpia belan, këpëton, thot qka e mëson të gjematin ka e prapa. A gjërim zi kalë, o që është të? Imam Buhariu e transmeton këtë trege, dhe është nga tregimet e sakta, që shënot në Sahihun Imam Buhariut, që shënot edhe në shumë libra tjera të hadithit, në sunene si transmetimi sakt. Pra, këto janë tregime që gjitha elhamdulillah bazohen në Sahihun Imam Buhariut, Muslimit, ose Shejkhajnit, do në dy muhadithet e njore i transmetojnë këto transmetime. Dhe transmeton hadithin e Enesi radhiyallahu anhu, thot Enesi radhiyallahu anhu, tha Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, beleghani mu'atabatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisaihi fa dakhaltu alayhinna. Transmeton vet Omeri. Mora vesh, merr haberi se çka ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe grave të tij. Dhe unë shkova dhe hyna te gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet që kjo ka qenë para se më u shpall ajeti i hijabit. Thuhet që kjo ka qenë para se me qenë fars hijabi. Dhe ju thash grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këshirni Omeri radhiyallahu anhu, vet ka shku, pa i thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veç pse ka marrë vesh se gratë kanë bërë rahatsës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është prej Omeri radhiyallahu anhu, dostin ma keni dhnu ju gratë. Dhe thot Omeri radhiyallahu anhu, ju thot grave, inin tahaytunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khayran minkunna. Thot këshire ose naloni, ose Allahu kam i dhonë izën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të martohet me gra më të mira se ju. Ose ndaloni, bëni pishman,
Ma mos e përsëritni kur që këtë gabim që e keni bo, ose Allahu Azza wa Jall, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kam ja zavendësu gratë me gra më të mira se jo. Thot Omeri radhiyallahu anhu, hatta etejtu ihda nisaihi. Thot që ka qenë Ummu Seleme radhiyallahu anha. Thot derisa erdha te njëra nga gratë, edhe njënës thot që ka qenë Ummu Seleme. Dhe i thot Omeri radhiyallahu anhu, dhe i thot Ummu Seleme radhiyallahu anha, Omerit, këshin e gruja, vlla. I thot Omerit radhiyallahu anhu, ja Omer, ema fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ya'idhu nisa'ahu hatta ta'idhahunna anta. Thot Omer, ti çka ki mu përzi këto? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam din mi këshillu gratë e veta më mirë se ti. Këshire gruja, si i punon menja këta, kur do me minutë të prapë, çudit. I thot Omerit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as po dineve me na këshillu shtash ti kimet? Nuk e lidh muhabetin me reagimin e Omerit radhiyallahu anhu se gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në moment harun se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm një burr i rëndomt, është Resul Allah. Wa habibu. Harun se është pejgamberi i Allahut, i dashur i Zotit. Ai nuk ka burr i rëndomt. Por edhe burr i rëndomt është një burr në komtet e të cilët është xheneti i grus. Derisa Allahu Azza wa Jall e shpalli ajetin kuranor, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna. Allahu Azza wa Jall e shpalli këtë ajet kuranor që Allahu Azza wa Jall i tha, Allahu Azza wa Jall do t'ja zaventson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gratë me gra më të mira se ju nëse juve ju divorcon, nëse juve ju ban talak. Në fillim e tha këtë para se mu shpall këtë ajet kuranor, Omeri radhiyallahu anhu, dhe tha, ose një urdhë përmisoni bëni gratë mira, ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka mi dhënë izën juve me ju ndru me gra më të mira se jo. Jep një fund kësa. Ja garavit gratë, janë zonë, kanë xhelozu njëra për tjetrën, sikur gra që xhelozojnë, ato gratë xhelozojnë ndarsma kur shkojnë. Ndarsma kur shkojnë, xhelozojnë për njëra tjetrën, s'janë ortake. Dhe ndarsma kur shkojnë prej xhelozisë, e dini se na shtin ka 1.000 euro borë, që si u bëhet vonë, veç ta blej fustonin më të mirë, duket më i mira. Me zvetin drejqen, jo para burrave të vetë. Kretë grati, ato cilat e botë manusa. Psikologji e tyra, ashtu e mendojnë ato. Dhe si të vinë të shtëpia, as 5 minuta s'rinë me ato tesha, që ta shofe burri ashtu të bukur e të ndreqt. Që s'është në rregull, e gabim është. Prej grave tona, prej motrave tona, prej nuseve tona, na folmi këtu si vlezër, si dashamir të njëri tjetrit për ka e mira dhe për ka e mbara. A keni në pyetje? A xhamat? Seluni kam ju thonë, pyetni. E kullu ma të smeonu, alhamdulillahi rabbil alamin. Zotë ju shpërbleft, alhamdulillah.